struktura shuhen zërat e brendshëm të demokracisë. Tani këto të ndalemi te kjo kryengritja në PS njerëz. Si shikon këto lëvizje? Pse po nis ky rebelim tani? Ta nismë lëvizjen bashkë, ne shohim çfarë bëjnë partitë e tjera dhe bëjnë të kundërtën. Do thotë, janë shembuj degradimit politik dhe demokratik, ne bëjmë të kundërtën, kemi frymën e solidaritetit, kemi frymën e bashkëpunimit, e kolegjalitetit, po të lexoni statutën e lëvizjes bashkë, do vini re që kryetari ka vetëm funksion simbolik. Do thotë, unë nuk mund të marr vendim, asnjë lloj vendimi pa sekretariatin e lëvizjes bashkë dhe pa këshillin koordinues të lëvizjes bashkë. E kanë pamundur nga pamja statutore. Sa mandate është kryetari tek ju? Nuk kemi numra mandatesh, por në njëherë në 2 vjet bëjmë kongres, unë jam zgjedhur kryetar në dhjetor të vitit 2022, kemi bërë dhe një kongres të dytë pak më vonë. Mua më është dashur edhe kam bërë me shumë kënaqësi të jap shembullin lëvizjen bashkë kur erdhi puna për të vendosur diçka shumë të rëndësishme, që ishte lista e deputetëve të lëvizjes bashkë, dhe unë kam marrë vendim për veten time që mos isha i pari. Dhe bëri përshtypje sepse u menduaj që do t'ja merrje mandatin Redi Mushit, sepse standardet e atyre që na shohin nga jashtë janë shumë ndryshme nga tona dhe kujtojnë se ne jemi batakshi siç ndodh me partitë e vjetra. Pra, e kundërta e gjithçka që ndodh. Tani le të merrem pak me partinë. Është kollaj të flasësh aty ku s'ka gjë për të ndarë, problemi është një rast kishim, aty ku ka një tepsi për të ndarë. Edhe një herë, një rast kishim që ishte mandati i deputetit apo jo. Këtë e kishim dorë. Dhe një super shembull. Bukur fort. E kemi dorë. Ngjashëm hyn halla teze daja u Ne kemi aq fuqi sa që tua mbyllim telefonin tezeve, daja dhe kushurimve për hir të parimeve. Se kemi fare këtë problem. Tani, le të shkojmë tek Partia Socialiste, me që kjo është risia, se për PD-n duket është kaja vite tëra që flitet dhe stërflitet. Risia është çfarë po ndodh ditët e fundit, edhe po them që me sa pak po na shtohet kurreshtja apo si thua, vëmendja, se praktikisht nuk është se po ndodh ndonjë gjë. Ne merremi me insinuatat e Elisa Spiropalit, me aluzionet, me fotot. A thua se jetojmë, jo a thua, po e vërteta kështu është. Praktikisht jetojmë në një parti që udhëhiqet në mënyrë despotike, sepse vetëm një parti despotike, një që do të rivalizojë kryetarin i bie nga Kina. Se në çdo parti tjetër, qofse dikush ka një pakënaqësi, qofse ka një rezervë, e shpall publikisht, gjen disa mbështetës, kandidon në një kongres, gjërat bëhen kështu. Po aq shumë është bërë despotike Partia Socialiste nën sundimin e Ramës, saqë edhe një foto e Spiropalit para diellit duket si një mesazh. A thua se jemi në një regjim totalitar ku nga buzëqeshja ose mos buzëqeshja e njëri që është... Nuk lexove ti një mesazh kur thot hije që mbeten pas, cilat janë? Këtë po them pra. Kush janë? Despotizmi aty është aq i fortë, saqë ai që merret me politik do duhet të lexojë mesazhet e koduara në një vend minimalisht demokratik. Kushdo që ka një agjendë politike dhe do të çojë përpara disa ide, apo do të jetë pjesë një rivaliteti politik, del haptazi. Dhe kjo gjë nuk ndodh vetëm në Danimark, në Suedi apo në